Ka filluar shpërndarja e këstit të parë për naftën falas në qarkun e Fierit, ku 17.300 fermerë aplikuan gjatë vitit 2025. Të dhënat nga Drejtoria e Bujqësisë tregojnë një rritje të lehtë të numrit të aplikuesve, krahasuar me vitin 2024. Kriteri i titullit të pronësisë mbi tokën ishte edhe këtë sezon kusht për aplikim, duke bërë që shumë fermerë të mos aplikojnë për subvencionin e naftës. Shkak sipas tyre është bërë marrja e tokave me qira pa kontratë, duke i lejuar pronarit të tokës të aplikojnë në mënyrë abuzive. Unë nuk kam aplikuar dhe nuk aplikoj për naftë. Se? Po nuk aplikoj se unë kam 5 hektar, 6 hektar tokë me qira. Dhe na gjitha këto tokat unë kam 1 hektar e gjysmë i kam me kontratë qiraje, se nuk ma japi kontratën e qiras. Ai që punon tokën e ka dhënë me qira, edhe qiran e merr dhe lekët e naftës i merr. Mua më kanë marrë na Agropika për të aplikuar se shikojnë që kam atë dhe nuk vete, nuk dua atë. Nuk ka një mënyrë për ta zgjidhur këtë ngërç me pronarët e tokës? Nuk s'kam, nuk sa pun kontratën e qiras. Do merre tokën, punoje, merre, s'do mos e merr. Aplikuesit abuziv skualifikohen pas verifikimit në terren, pasi nuk mund të plotësojnë dokumentacionin mbi prodhimin bujqësor për të cilin kërkojnë naftën falas. Burime nga Drejtoria e Bujqësisë thanë se ndryshimet në skemën e re të subvencioneve pritet të rregullojnë dhe këtë handikap, duke zvendësuar kriterin e pronësisë mbi tokën si kusht për aplikim me faturat mbi shitjen e produktit. Ndryshime pritet të ketë dhe në masat e tjera të skemës së mbështetjes në bujqësi pas përfundimit të dëgjesave me fermerët që po zhvillon Ministri i Bujqësisë Andi Salla.